Në Kalan e Borshit, prej disa muajsh po vijojnë punimet restauruese, të cilat janë përqendruar në përforcimin e masivit shkëmbor, mbi të cilin ngrihet xhamia, stabilizimin e shpatit për sigurinë e vizitorëve, si dhe ndërhyrje përforcuese në rrugën hyrëse të Kalas për të përmirësuar aksesin. Kemi të bëjmë me një sit i cili lidhet me histori, gjetje, mure perimetrale të deri 2500 vjetëve më parë. Po, datojnë që për 2500 vjetësh përpara fillimit qytetërimit në Borsh dhe më pas në një periudhë të caktuar në periudhën bizantine, muret janë reduktuar dhe kemi këtë mur rrethues të kësaj kalaje që ne po vizitojmë sot, ku gjatë periudhave të ndryshme ka patur shumë ndërhyrje për duke dëmtuar shumë kalan, por gjatë kësaj ndërhyrje restauruese që ne po kryem tashmë kemi sjell në dritën e vizitorit të gjithë elemente që ka patur kjo kala. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha inspektoi punimet që synojnë jo vetëm ruajtjen e monumentit, por edhe garantimin e sigurisë së tij afatgjat. Fillon që nga sigurimi i aksesit për në kala dhe sigurimi i rrugës hyrëse për në kala, përforcimi i shkëmbit, mbi të cilën është mbështetur xhamia, i cili është shumë i aksidentuar, edhe konservimi strukturor, stabilizimi strukturor i xhamisë, e cila kishte çarje të shumta që rrezikonin edhe dëmtimin e vetë xhamisë, por edhe pikturat që ka brenda, dhe stabilizimi strukturor në disa nga pikat e kalas e mureve të cilat ishin të dëmtuara dhe kishin çarje të mëdha, si dhe konservimi i të gjithë mureve perimetrale, por të gjitha strukturave që janë brenda. Kemi të bëjmë një objekt i cili lidhet me histori, gjetje, mure perimetrale të 2500 viteve më parë, tha ministri duke inspektuar Kalan e Borshit, ku gjatë periudhave të ndryshme ka patur edhe ndërhyrje, të cilat edhe kanë dëmtuar Kalan. Nuk është fjala për një projekt do si do, që këtu bëhet fjalë për një edhe nga pikpamja e kontraktorit dhe pikpamja e kontratës, pra një kontratë shumë delikate, me shumë licenca dhe eksperiencë restaurimi. Këtu ka qenë nevojshme të kemi shumë ekspertizë, meqenëse se është kaq i rrallë dhe i vështirë dhe i komplikuar si proces. Ne kemi ekipin e ekspertëve të konservuesve, të cilët merren me konservimin e pikturave murale që janë brenda në xhami. Ndërhyrja aktuale është shumë komplekse, pasi vështirësitë fillojnë që nga sigurimi i rrugës për në kala, përforcimin e shkëmbit mbi të cilin është vendosur xhamia, si dhe stabilizimin strukturore të tjera. Një komponent i rëndësishëm i projektit është po ashtu edhe stabilizimi strukturor, si dhe konservimi i vetë kalas, rjetëzimi i mureve, bedenave, si dhe restaurimi i xhamisë, ku po kryen ndërhyrje në murator, përforcim të elementëve të dëmtuar, si dhe restaurim të pikturave murale, duke ruajtur autenticitetin si dhe vlerat historike të saj. Paralelisht, procesi pastrimit të bimësisë dhe largimit të materialeve të rënojave kanë nxjerrë në dritë element të rinj me rëndësi të veçantë historike, siç janë sterat për mbledhjen e ujit të shiut, gjurmë të ndërhyrjeve të fillimit të shekullit të 20, si dhe struktura edhe më të hershme që pasurojnë leximin historik të sitit. Gjatë gërmimeve sondazhe arkeologjike, ne kemi gjetë një numër shumë të lartë banesash, të cilat variojnë nga 1 deri në 2 kate, të cilat në disa 3 prej tyre kanë edhe stera uji. Që ka dalë në dritë komplet totalisht dhe ndërkohë njerëzit nuk e dinë këtë gjë, prandaj edhe ne jemi këtu sot dhe bëjmë një inspektim që nuk është vetëm teknik, por është edhe promovues, por që nga jashtëzakonshme tani Pervin e kupton vetë nga pikpamja e bashkisë çfarë rëndësie ka kjo për turizmin dhe për aksesibilitetin e atyre që duhet vinë këtu në momentin që pushojnë në Imar apo kudo në Shqipëri, nëse është e mundur, pra kemi poshtë nevojë për parkim, kemi nevojë për një sistem me bagi, ndoshta elektrike se malorja është shumë e fortë, për të ndihmuar ata që janë më të moshuar ose me fëmijë, dhe duhet bëjmë gjithçka mundemi që ta bëjmë të aksesueshme. Nuk duhet të harrojmë edhe Fondin Shqiptar të Zhvillimit për punën e shkëlqyer që bën, që është një nga zbatuesit më të mirë në Republikë. Duhet ta përmendim edhe rëndësinë që fondi po i jep këtyre projekteve dhe duhet vazhdojmë me këtë rrugë. Këto zbulime tregojnë se ndërhyrja shkon përtej restaurimit fizik, duke kontribuar edhe në njohjen më të thellë të historisë së Kalas, si dhe rritjen e potencialit të saj si destinacion kulturor. Punimet po zbatohen duke u monitoruar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Vlorë, fal edhe financimit nga Banka Botërore përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit.
Synohet edhe vijimi një menaxhimi të integruar me Bashkinë e Himarës për transportin e gjelbër të turistëve, përmirësimin e lagjeve poshtë kalas, si dhe promovimin turistik.